Kontinenti Europian është duke përballur gjithnjë më shumë me valë të forta të nxehtit dhe sidomos në vitet e fundit. Ekspertët kanë ngritur alarmin se temperaturat ekstreme do të vijojnë të shënojnë rekorde gjatë 5 viteve të ardhshme. Sipas shkencëtarëve të klimës, ekziston një probabilitet prej 91% që temperatura mesatare globale të tejkalojë pragun prej 1.5 gradë Celsius për të paktën një vit deri në vitin 2030. Sipas një raporti, rajoni i Arktikut po ngrohet shumë më shpejt se ç'ishte parashikuar, krahasuar me pjesën tjetër të planetit. Si pasojë pritet një përshpejtimi i shkrirjes së akullnajave dhe zvogëlimi sipërfaqes së akullit detar në zonat veriore. Ekspertët paralajmërojnë se fenomeni klimatik i El Niño, i cili pritet të forcohet edhe më shumë këtë vit, mund të ndikojë në rritjen e mëtejshme të temperaturave globale. Sipas shkencëtarëve, ngrohja e ujrave të oqeanit paqësor gjatë kësaj faze ndikon drejt për drejt në rritjen e temperaturës mesatare të tokës. Traktati i klimës i OKB-s në Paris, i cili u miratua në vitin 2015, i detyroi vendet të angazhoheshin më shumë për të frenuar ngrohjen globale në 2.0 gradë Celsius, mbi nivelet paraindustriale dhe për të ndjekur përpjekjet për të frenuar rritjen në 1.5 gradë Celsius. Kjo bëhet me përpjekje për të shmangur ndikimet më të këqija të rritjes së nivelit të detit, thatësirës, përmbytjeve, valve të nxehtësisë dhe stuhive ekstreme të shkaktuara nga ndryshimet klimatike. Megjithatë, shkencëtarët sqarojnë se tejkalimi i përkohshëm i pragut prej 1.5 gradë Celsius nuk do të thotë automatikisht një dështim i marrëveshjes së Parisit, pasi objektivi matet mbi bazën e mesatares afatgjatë 20 vjeçare. Sipas tyre, çdo rritje shtesë e temperaturës globale do të sjellë pasoja më të rënda për njerëzit, ekosistemet dhe ekonominë botërore. Sipas tyre, mundësia për ta mbajtur ngrohjen globale në kufirin e 1.5 gradë po zvogëlohet me ritme të shpejta. Raporti paralajmëron gjithashtu përreshje më intensive në Europë, ndërsa rajoni i Amazonës rrezikon të përballet me periudha edhe më të gjata thatësire.